1 maj, fillimi I muajit të ri, nuk është thjesht një ditë pushimi, është dita e duarve të forta, e duarve që ndërtojnë botën. 1 maj, dita e punëtorëve, nuk është vetëm një ditë në kalendar, por një simbol I luftës, djersës dhe dinjitetit. Në këtë video do të njiheni me disa kuriozitete mbi 1 majin. Nga fabrikat e zyra, nga fushat e kantieri, çdo punëtor dhe punëtore ka një zë që tingëllon fuqishëm për 1 majin, gëzuar 1 majin. Të gjithë atyreve që ngrihen çdo mëngjes me shpresën dhe e mbajnë botën në këmbë me punët e tyre, respekt, mirënjohje dhe nderim për çdo dorë punëtori që ndërton të ardhmen. Kuriozitete historike dhe kulturore. 8 orë punë ishte një ëndër revolucionare. Para lëvizjes së 1 majit, në shumë vende njerëzit punonin 10 deri në 16 orë në ditë, shpesh në kushte të rënda dhe të padrejta. Australia ishte ndër vendet e para që zbatoi zyrtarisht orarin 8 orësh në vitin 1856, shumë vite përpara protestave të Chicagos. Ky sukses frymëzoi lëvizjet në të gjithë botën. Në Rusi dhe vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik, 1 maj është një nga festat më të mëdha kombëtare dhe shpesh festohej me parada të mëdha ushtarake dhe mesazhe për punën socialiste. Në Kubë, 1 maj është një festë madhështore, çdo vit organizohet një marshim gjigant në sheshin e Revolucionit në Havanë me pjesëmarrje të qindra mijëra njerëzve. Tradita të ndryshme në vende të ndryshme të botës. Në Itali, 1 maj shoqërohet me një koncert gjigant të quajtur Concerto del Primo Maggio në Romë që transmetohet në të gjithë vendin. Në Francë është një zakon të dhurohen lule të bardha zambaku në 1 maj si simbol I fatit dhe mirëqenies për punëtorët. Në Finland, 1 maj quhet Vapu dhe është një nga festat më të mëdha të vitit. Festohet me karnavale, tullumbace, kostume dhe shumë gëzim, veçanërisht nga studentët. Në Indi, 1 maj quhet May Day dhe u festua për herë të parë në Chennai në vitin 1923, atje është dhe dita zyrtare e të gjithë sindikatave të punës. Kuriozitete të veçanta. Shpreha e famshme të gjithë për një për të gjithë që njihet si moto e musketierëve është përdorur shpesh dhe nga sindikatat në manifestime për të treguar solidaritetin. Në Japoni, edhe pse 1 maj nuk është festë zyrtare, shumë sindikata e shfrytëzojnë për të protestuar kundër orëve të gjata të punës që zakonisht e karakterizojnë Japoninë. Një nga sloganet më të famshme të lëvizjes punëtore ishte "Puna nuk është mall, njeriu nuk është makinë". Në Shqipëri, 1 maj festohet si ditë pushimi që nga koha e regjimit komunist, ku organizoheshin manifestime dhe mitingje në nderim të klasës punëtore. Në disa vende të botës, 1 maj është shndërruar në një ditë protestash për të drejtat e grave, punëtorëve emigrantë apo edhe për ndryshimet klimatike. Orët e punës në vende të ndryshme të botës, llogaritur në javë. Kjo është një mesatare për secilin shtet, por këto variojnë sipas njerëzve edhe nevojave. Në Francë, 35 orë në javë. Franca ka një nga oraret më të shkurtra zyrtare të punës në botë. Ligji I vitit 2000 e përcaktoi javën e punës me 35 orë, megjithëse shumë punëtorë mund të punojnë më shumë me orë shtesë të paguara. Në Gjermani, mesatarisht janë 34 deri në 36 orë në javë. Gjermania ka kulturë efikase pune dhe shumë kompani punojnë me orar fleksibël. Produktiviteti është I lartë edhe me pak orë. Në Holand, 30 deri në 35 orë në javë. Shumë punëtorë janë me kohë të pjesshme. Holanda ka një nga normat më të larta të punës me orar të shkurtuar, veçanërisht për prindërit dhe për gratë. Në Norvegji, mesatarja është 37.5 orë në javë. Sistemi norvegjes e vë theksin te balanca punë-jetë me përfitime të forta për punëtorët. Edhe në Suedi, 36 orë në javë, por disa kompani kanë testuar dhe punën 6 orë në ditë, duke raportuar rezultate pozitive për produktivitetin dhe mirëqenien. Në Japoni, 40 orë në javë zyrtarisht, por shpesh
tejkalohet. Kultura e punës në Japoni është shumë intensive, shumë punëtorë punojnë jashtë orarit dhe fenomeni karoshi, vdekje nga tejlodhja, ka nxitur debate për reforma. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mesatarja është 40 orë në javë. Për shumicën 40 orë janë standardi, por në sektor të ndryshëm si teknologjia apo financat, shumë njerëz punojnë më tepër. Korea e Jugut 52 orë maksimumi, 40 orë normalja dhe 12 orë shtesë. Korea e Jugut kishte një nga orët më të gjata në botë, por së fundmi ka ndërmarrë hapa për të ulur orët dhe për të përmirësuar cilësinë e jetesës. Kina normalisht 44 orë në javë, por shpesh punëtorët në sektorin privat punojnë më shumë. Fenomeni 9-9-6, punë nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 9 të darkës, 6 ditë në javë, 9-9-6, është shumë i përhapur në kompaninë teknologjike pavarësisht debatit publik dhe kundërshtimeve. Shqipëria 40 orë në javë, orari zyrtar i punës është 8 orë në ditë, 5 ditë në javë. Megjithatë, në disa sektor privat, orari tejkalohet pa pagesë shtesë të qartë. Islanda testoi javën me 4 ditë pune, 32 orë dhe rezultatet ishin shumë pozitive. Punëtorët ishin më të lumtur dhe më produktiv. Disa kompani në Britaninë e Madhe, Spanjë dhe Zelandën e Re po eksperimentojnë me modele të ngjashme. A e ke pyetur ndonjëherë veten pse çdo vit më 1 maj shumica e vendeve ndalojnë punën? Pse ky është një nga ato pak momente ku njeriu punëtori kujtohet për pak respekt për veten? Për ta kuptuar duhet të udhëtojmë në një të kaluar jo aq të largët, në një botë ku fjala e drejtë kishte pak vlerë për ata që punonin. Ishte fundi i shekullit të 19. Revolucioni industrial kishte shndërruar qytete të mëdha në qendra fabrike dhe djersa e njeriut shndërrohej në pasuri për pakicën. Por çfarë ndodhte me shumicën? Burra dhe gra punonin 12, 14 dhe 16 orë në ditë. Punëtorët punonin në minjera dhe fabrika, shpesh për disa qind darka. Nuk kishte ditë pushimi, nuk kishte sigurime, nuk kishte zë për ta. Deri në 1 maj 1886. Në atë ditë, qindra punëtorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dolën në rrugë me një kërkesë të vetme dhe të thjeshtë. 8 orë punë, 8 orë pushim, 8 orë kohë për veten. Një zë i fuqishëm u ngrit në Chicago, që më pas do të shënonte historinë. Por pushteti nuk pranoi. Protestat u shtypën. Shumë vetë u arrestuan. Ato u quajtën martirët e punës, por nuk u harruan. 3 vjet më vonë, në vitin 1889, në një kongres ndërkombëtar të punëtorëve në Paris, u vendos që 1 maj të shpallet Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve, një ditë kujtesë, rezistencë dhe shprehje. Që atëherë 1 maj nuk është vetëm një ditë pushimi, është një ditë për të kujtuar se liria, dinjiteti dhe të drejtat nuk dhurohen, ato fitohen me zë, qëndresë dhe guxim. Zanafilla ishte Chicago 1 maj 1886, megjithëse nuk u arrit diçka, 3 vite më vonë, në 1889, në Paris u mblodh Kongresi Internacionale së Dytë Socialiste, një takim i përfaqësuesve të punëtorëve dhe sindikatave nga shumë vende të botës. Aty u mor vendimi historik që 1 maj do të shpallet Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve, si nderim për të gjithë ata që kërkonin një botë më të drejtë. Ky vendim nuk ishte thjesht simbolik, ai u bë një thirrje globale për solidaritet dhe sot mbi 80 vende në botë, përfshirë Shqipërinë, Kosovën dhe shumë vende të Europës, Azisë, Amerikës Latine, e festojnë 1 maj si ditë zyrtare. Por kjo ditë nuk është vetëm për flamuj dhe urime, është një ditë për kujtimi dhe reflektimi, për të mos harruar se çdo e drejtë që kemi, pushimi javor, paga minimale, sigurimi shëndetësor, orari i rregullt, është fituar me sakrifica. Ndaj çdo herë që 1 maj vjen, le të mos themi që është një ditë pushimi, por një ditë nderimi për ata që hodhan bazat e së sotme, sepse puna pa dinjitet nuk është jetë dhe 1 maj është zëri atyre që kërkuan dinjitet për çdo punëtor kudo në botë. Dhe mos harro, puna nuk është turp,
Nuk është dënim, puna është nder, është dinjitet, është ajo që të mban në këmbë në tokë, kur bota tundet nga dëshirat e lehta dhe kënaqësitë kalimtare. Sot, shumë zgjedhin rrugën më të shkurtër, jetën pamund dhe sakrificë, por lavdia nuk gjendet në përtatësi, ajo lind në djersë, rritet në përkushtim dhe lulëzon te njeriu që nuk dorëzohet kurrë. Ndaj ngreje kokën punëtor, sepse ti nuk jeton vetëm për sot, ti ndërton të ardhmen. Gëzuar 1 maj, ditën e të gjithë atyre që nuk kërkojnë rrugë të lehta, por që ecin me nder mbi rrugën e drejtë, për punën që formon karakterin, për dinjitetin që nuk shitet, për një jetë me qëllim, jo vetëm qef. Në fund të ditës nuk të mban as fama, as paraja, as kënaqësia e momentit. Të mban dora jote që s'u lodh kurrë së ndërtuari. Të mban karakteri yt që s'u përkul në përtatësi. Të mban puna jote, ajo që flet për ty kur ti hesht. Për të gjithë ata që nuk ndjekin vetëm qefin, por nderin, mundin dhe dinjitetin, sepse bota ecën përpara fal tyre, njerëzve që punojnë me shpirt. Të nderuar miq, kjo video i kushtohet njeriu të punës, njeriu që ndërton të ardhmen. Nëse mendon se një miku juaj i përket kësaj fushë, mund ta bësh share dhe t'i tregosh vlerësimin që ti ke për të. Gjithashtu, mos harroni të abononi në kanalin ton për video të tjera më interesante. Ju falenderoj për kohën tuaj të çmuar. Dëgjohemi në videon e radhës.